vazhdojmë me një aktivitet në Pej. Atje mbahet sot një aksion për të mirën e mjedisit e shoqata bjeshkatare Gjeravica është iniciatore e këtij aksioni, ka iniciuar këtë aksion pra për të kontribuar për një mjedis më të mirë. Do të bisedojmë për këtë nismë me zotin Raif Gjikollin, nënkryetari i kësaj shoqate. Zoti Gjikolli, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes nga Peja. Qysh është Peja sot, ajni qua, keni përshua, qysh e keni kohën? Po, moti është pak i vranët, po sipas parashikime nuk do të ketë Nuk ka më rashi, pak ndoshta riga, po nuk ka kështu, nuk është ditë e rande dhe për me pasru ndoshta bile ma mirë për fladi që thojnë me fshi. Qysh e keni mendu këtë nismë sot? Kjo është iniciative shoqatës tona, çdo vit kemi në plan programin ton, kemi aktivitete për mbrojtjen e mjedisit, mbasi jemi shoqatë bjeshkatare dhe kemi punë me male. Edhe kemi menduar, kemi pse Peja njihet si qytet. Edhe keni çka me mbrojtje o malet më të bukura. Edhe kemi në plan program, si vetë kemi 4 aksione për mbrojtjen e ambientit. Sot po zhvillojmë aksionin e parë, që ka të bëjë me pastrimin e grykës rrugovës dhe shtegut të shëndetit, kurse javën tjetër, me datë 20, kemi vendosur kemi mbjellur disa fonde, do të bëjmë mbjelljen e fidaneve në pjesë të shegut të shëndetit dhe në qendër të qytetit. Mirë shumë. Po kryesori aktiv është që jemi munduar të bashkëpunojmë me shkollat e qytetit që t'i marrim fëmijët. Apo ju bashkohen? Ata të janë iniciatorët të na ndihmojnë këto të vëdësohen. Derisa nuk e edukojmë zoti Raif fëmijët në shkolla që t'i mbrojmë bashkë këtë kulturë, ta ngrisim bashkë, është vështirë të mbrojmë mjedisin dhe ambientin gjeneraton. Sot keni me qenë të Gryka Rrugovës me pastrua? Po, për moment mi jene këtu të Visitor Center, apo të porta perëndimore e Grykës Rrugovës, pranë patrikanës së Pejës. Prej orës 9 fillon aksioni, jemi da në 4 grupe që i udhëheqim, do me thonë prej fillimit, prej patrikanës dhe të i pesti, apo të ura e pestit që së njihet në Pej, do të da në 3 grupe që do të pastrojnë. Do t'i mbledhin mbeturinat e gjitha do të lehen. A ka shumë mbeturina? A është gjendje e keqe në atë zonë me mbeturina? Gjendja është e keqe. Qa është ky nam, more zoti Raif? Qa është ky nam që nuk më boshë mend kot? Me po mundohemi me vedisim, po kemi shpresuar, nuk është viti i parë, po që 10-15 vite marrim si aksione, po është ndër zonat më të zhvilluara për turizëm, më me interes për tu vizituar dhe nga të huajet, është një pamje që nuk duhet na shohin të tjerët. Po ashtu ne jemi edhe organizator të festivalit Peja Outdoor, që si vjetë ka edicionin e dytë, vjetë kemi pasur edicionin e parë, kemi pasur shumë musafir nga rajoni, edhe kështu po mundohem me këto po dashka me nathirë dhe neve në qytetet tjera me ardhë me ju ndimu, se po mduket natë të tjerët ja u bojmë atë skandal atje. Zoti Raif, ka pasur këto disa informata edhe për rrëshitje të dheut të gurve në atë zonë. Është pastruar tashmë, është e kalueshme ajo rrugë? Po, rruga është e kalueshme, po pas rreshjeve të mëdha të shiut, edhe është kjo rruga kryesore që menaxhohet nga qeveria, është në gjendje katastrofike, afër 3-4 vite asnjë investim s'është bërë. Edhe është terren i vështirë. Po insistojmë ton kohën që të renovohen këto pjesë të rrugës, domethënë kjo po ndikon shumë në turizmin në bjeshk të Rrugovës. Po pra. Për shembull, me qenë rruga e mirë, një kafe vjen e pe njeriu atje dhe kthehet pa telashe. Po në ditët kur ka rreshje është rreziku më i madh për shqitje të gurve të mëdhenj dhe ka sinjalizim në rrugës, më duket. Po, ajo e pam se gjatë 2 javë kishte rreshje të njëpasnjëshme, edhe erozioni tokës ku e goshqasin gurët. Zoti Raif, po kthejmë të çështja mjedisit dhe aksioni për pastrim që keni ndërmarrë sot. A do të vendosni ndoshta sinjalizime që të mos hidhen mbeturinat? Ndoshta keni vendosur, ndoshta duhet të vendosen pak më shpesh. Po. Kemi vendosur shumë shenja sensibilizuese të ruajnë ambientin mos fundin mbeturina. Gjatë gjithë grykës janë të vendosur, apo ashtu në shtigjet e ecjes kemi vendosur, për shembull kemi shtegun e Lesqinati që dërgon prej fshatit Kuqisht te Lesqinati, edhe atje kemi marrë 3-4 aksione për pastrimin në atij shtegu. Se është në një shtegu që kalon edhe shtegu Pixo Balkan dhe Via Dinarica. Domethënë gjithë turistët që kalojnë e frekuentojnë atë pjesë. Ajo është pasqyrja e qytetit ton. Po pra. Edhe kemi ndërmarrë shumë. A ju ndihmon komuna të paktën më u dhon nga një ujë sot aty?
Po, fal kompanive të PES, si duhet të falenderoj shumë edhe kuvendit komunal, kemi suport të kohën për se doni me pas edhe thas të mbeturinave. Po, kemi siguruar të gjitha. Nëse ne punojmë edhe shumë projekte të Bashkimit Evropian edhe të komunës së qeverisë në shtigjen malore, ato përfitimet që i kemi i rrujmë për këto aksione. Mirë shumë. Mjetët i rrujmë për këto aksione. Mirë shumë. Veç që ka nevojshme një mobilizim i përgjithshëm, si një lloj reagimi i përbashkët, na thirrni edhe ne në komuna tjera, të bashkohemi ta mbajmë pejen e bukur se gjithë ato hapësira të mira që kemi janë interes të përbashkët. Unë sot ta kaloni aksionin mirë, sigurisht kanë mi u përgjegje edhe nxënës të shkollave që pas këtë ftuar, ndoshta është pjesa më e mira që keni mendu që ti keni bashkë në këtë aksion. Faleminderit shumë për kohën tuaj, do ta keni hapësirën gjithmonë në Radio Kosovë kur bëhet fjalë për mjedisin, të gjithë duhet kontribojmë që të kemi një mjedis më të pastër. Faleminderit zotëre. Gjithsesi, mirupafshim e gjithë të mirat, punë të mbar juve sot në Pej. Ishte Raif Gjekolli, nënkryetari i shoqatës së bjeshkatare Gjeravica. Kjo shoqatë ka iniciuar sot aksionin për të pastruar grykën e Rrugovës. Siç dëgjuam zotin Raif, ka shumë ende nevojë për vetëdijsim që të mos hidhen mbeturinat kudo. Qysh me hedh mbeturinat në atë hapësirë të bukur që kemi të bjeshkëve të Rrugovës. Prandaj është nevojshme një vetëdijsim i përgjithshëm e kur ka nevojë dhe aksioneve të tilla me ju bashku e me mbajt mjedisin e shëndetshëm të gjithë bashkë.